Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja, përse femrat pas të 40-ave duhet të fillojnë të marrin këto 7 vitamina, e vërteta që mbahet sekret. Mendojini vitamina dhe suplementet si një ushtri që do të luftojnë në sëmundjet të lidhura me moshën. Dhe mënyra më e mirë për të ndërtuar këtë ushtri është duke konsumuar çdo ditë vitaminat të shëndetshme, sipas Christian për MC, menaxher i progresit të sëmundjeve klinike për WellnessNet Cleveland. Eksperti ka renditur disa nga vitaminat kryesore që çdo femër duhet t'i ketë në dietën e saj. Ndërsa është gjithmonë e rëndësishme të ushqeheni mirë, ajo bëhet edhe më e rëndësishme, sidomos pasi kaloni moshën 40 vjeç, sepse kjo është koha kur rregullat fillojnë të ndryshojnë sipas ekspertëve. Trupi juaj ndoshta nuk është duke punuar në të njëjtën mënyrë në të 40-tat siç ishte në të 20-tat e para. Masa e muskujve fillon të përkeqësohet më shumë edhe gjasa juaj mund të shtojë edhe peshë. Menopauza mund të fillojë dhe rreziku i sëmundjeve kronike si sëmundjet të zemrës, diabeti dhe problemet fillojnë të rriten, që do të thotë se duhet të rishikoni mënyrat e jetesës dhe ushqyerjen. Një zgjidhje mjaft e mirë është marrja e vitaminave dhe ushqyesve të duhur përmes ushqimeve të shëndetshme. Këto janë disa nga vitaminat shtesë që duhet të merrni çdo ditë, sipas ekspertëve për një jetë të gjatë dhe më të shëndetshme, sidomos pasi kaloni moshën 40 vjeçare. Vitamina B12. Kjo është thelbësore për gjakun normal dhe funksionin e trurit, citon Kirkpatrick. Këto ndërsa mund të rriteni mund të merren nga ushqimet, ajo gjendet e mishi dhe produkte shtatëzore duke përfshirë pulën, peshkun, qumshtin dhe vezën. Si suplement ajo mund të merret me multivitamin. Qëllimi është që të merret 2.4 mg në ditë, edhe pse nuk ka asgjë për të shqetësuar nëse merret më shumë, pasi është një vitamin që mund të dalë edhe nëpërmjet jashtëqitjes. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për jetëgjatësinë tuaj është dhe kalciumi. Kjo lëndë ushqyese është e nevojshme për funksionet bazë të trupit si tkurrja e muskujve, nerva dhe funksionet të zemrës dhe të kockave. Megjithatë, më shumë kalcium nuk do të thotë më shumë përfitime, madje mund të jetë i dëmshëm për shëndetin e zemrës, citon ekspertja. Shumica e grave mund të marrin kalcium nëse kanë nevojë për 100 mg në ditë për gratë e moshës 40 deri në 50 vjeç, dhe 1200 mg për femrat më të mëdha se 50 vjeç, nëse ato hanë një dietë të mirë me ushqime të pasur me kalcium, si qumshti, tofu, sardelet, brokoli, bajame dhe spinaq. Vitamina D. Ajo ndihmon kundër ndryshimeve të moshës. Mungesa e vitaminës D është e lidhur me diabetin, sëmundjet e zemrës, sklerozën e shumëfishtë dhe problemet e gjirit. Vitamina D është e domosdoshme për absorbimin e kalciumit në trup, citon ekspertja. Burimet në dietë përfshin peshkun dhe qumshtin dhe drithrat. Dielli është një burim i mirë i vitaminës, por jo të gjithë mund të ekspozohen ndaj rrezeve të forta. Ekspertja rekomandon që për të plotësuar nivelet e vitaminës D3. D3 është lloji i vitaminës D më afërt me atë që ju merrni nga dielli. Të merrni të paktën 600 njësi në ditë dhe 800 njësi në ditë pas moshës 50 vjeç. Kufiri sipër i tolerueshëm që nuk duhet të anashkalohet është 4000 njësi në ditë. Një tjetër mineral shumë i rëndësishëm për jetëgjatësinë tuaj është edhe përfshirja e magnezit. Mungesa e magnezit lidhet me sëmundje të zemrës, diabet dhe inflamacion. Plus, ai ndihmon trupin të absorbojë kalciumin dhe të luajë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e muskujve, nervave dhe funksioneve të zemrës, si dhe në kontrollin e glukozës në gjak. Në qoftë se ju hani një dietë të shëndetshme të ekuilibruar, ju ka të ngjarë të merrni dozat e magnezit që ju duhen, 320 mg në ditë për gratë mbi 40 vjeç e lartë nga ushqimi. Magnezi gjendet në zarzavaten me gjethet e errta, fasulet, soja, arrat, farat dhe avokado. Shumë magnez nuk do të sjellë rreziqe shëndetësore, por mund të shkaktojë diarre. Nëse e merrni atë në formën e suplementeve, gjithmonë duhet të mbështeteni tek mjeku juaj për të evituar kështu gabimet që mund të bëni në keqpërdorim. Kaliumi është një mineral shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj, për të evituar kështu edhe problemet që lidhen me moshën. Kaliumi luan një rol kyç në mbajtjen e presionit të gjakut nën kontroll, pa marrë parasysh moshën tuaj. Në gratë postmenopauzë është konsideruar se duhet të merrni afërsisht 4.7 gram në ditë.
Kaliumi është padyshim një lëndë ushqyese që ju duhet, por shumë kalium dëmton traktin gastrointestinal dhe zemrën dhe mund të shkaktojë aritmi kardiake. Shumica e njerëzve mund të marrin kalium duke ngrënë një dietë të larmishme të shëndetshme që përfshin banane, patate të ëmbël dhe thjerza. Suplementet omega 3. Teknikisht nuk është vetëm një vitaminë. Omega 3 janë acide yndyrore, por meritojnë në një vend në këtë listë për shkak të përfitimeve të tyre të panumërta shëndetësore. Ju mund të merrni omega 3 nga ushqimet si peshku, farat chia, arrat, perimet me gjethe, spinaqi e të tjera. Sidoqoftë, qëllimi është të merrni 500 mg në ditë nëse jeni të shëndetshëm, 800 deri në 100 mg në ditë më shumë nëse keni sëmundje të zemrës dhe 2000 deri në 4000 mg në ditë në qoftë se keni nivele të larta të triglicerideve. Dhe për të qenë më të sigurt, pyesni doktorin tuaj në lidhje me dozat e duhura individuale që duhet të merrni. Probiotikët nuk janë teknikisht vitamina ose minerale, por ato janë të domosdoshme për gratë mbi 40 vjeç. Edhe pse ju mund të merrni probiotik në disa lloje të qumshtave, probiotikët nuk duhet të jenë në gjendje që t'i merrni nga ushqimet që janë të gatuara ose të nxehta. Ndaj duhet të merrni suplemente shtesë në rekomandim dhe këshillat e mjekut, duke pasur parasysh se ju ndihmojnë që të keni më shumë përfitime shëndetësore. Probiotikët do të jenë në një zgjidhje shumë e mirë për trupin tuaj. Vitamina C. Vitamina C jep përfitime të ndryshme shëndetësore dhe rrit imunitetin, përshpejton procesin shërues, ul rrezikun e radikaleve të lira, dëmtimin e indeve dhe ndihmon në riparimin e tyre si dhe parandalon problemet kardiovaskulare. Ushqimet që përmbajnë ato janë domatet, patatet, portokalli, brokoli, kivi, grapefruit, speca dhe lule shtrydhe. Një tjetër vitaminë shumë e rëndësishme është vitamina B7. B7 ose biotina është e nevojshme për rritjen e qelizave dhe sintezën e acideve yndyrore. Ndihmon në shëndetin e mirë të gjendrave flokut, lëkurës dhe të thonjve. Rregullon kolesterolin dhe është esenciale në rritjen e kockave. Ata që kanë mungesë të theksuar të vitaminës B7 vuajnë nga depresioni, anemia, të skuqurat, thonjë të brisht, funksionet jo normale të zemrës dhe letargji. Burimi më i mirë janë karrotat, thjerzat, djathi, arrat, e verdha e vezës, peshku, specat, patatet e ëmbla, tërshëra, bajamet, bananet, kungulli e të tjera. Një tjetër vitaminë është edhe vitamina E. Kjo vitaminë ka aftësinë antimosh që ka parandalon dëmtimin e qelizave dhe ndryshimet të trupit që lidhen me moshën. Gjithashtu parandalon disa lloje të problemeve si humbja e kujtesës, sëmundje të zemrës dhe katarakt. Gjendet tek gjalpi i kikerikut, vaj i misrit, spinaqi, arrat, bajamet dhe farat e lulediellit. Vitamina A. Kjo vitaminë vepron si një antioksidues dhe ndihmon në forcimin e lëkurës, të kockave të dhëmbëve, indeve të buta dhe membranave mikotike. Janë të pasura me ushqimet siç është qumshti, papaja, kaleja, piepri, specat e kuq dhe drithrat e fortifikuar. Vitamina B6. Vitamina B6 është vitale për sistemin imunitar. E stimulon trupin të prodhojë hormone dhe kimikatet e trurit për të parandaluar humbjen e kujtesës, sëmundje të zemrës dhe depresion. Gjithashtu trajton dhe problemet me të përzierat, të vjellat dhe shtatzanin. Ushqimet e pasura me të janë farat, peshku, bananet, mishi, drithrat e fortifikuar, avokado, fasule, drithrat dhe frutat e thata. Vitamina K. Forcon kockat dhe ul rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Mund të merren nëpërmjet vajit të peshkut, ushqimeve me drithra, vaj i sojës dhe perimet me gjethe jeshile. Vitamina B9. Vitamina B9 ose acidi folik është shumë i rëndësishëm në rastin e tensionit të lartë të gjakut, sëmundjeve të zemrës, depresionit dhe humbjes së kujtesës. Mund të konsumohen nëpërmjet pieprit, vezës, fasules, lule shtrydhe. Nëse dyshoni për rënje të vitaminave, kryeni analizat e duhura dhe konsultohuni me mjekun tuaj për gjithçka që ka trupi nevojë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat parapraken ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.